pyetje është prej një shikuesit që është na ndjek, sidoqas është e kundërndeshës Llapi po të ishte trajner i Drenicës. Çka do ishte plani yt taktik për t'u përballë me ta? Po. Kjo është një pyetje që hipotetike, natyrisht. hipotetike, po Mas pari faleminderit shikuesit që po na kthyer që po bë pyetje. çdo trener domon me përgatit ndeshjen në bazë të kundërshtarit që e ka. Edhe sidomos kur luajmë Musafir, por edhe gjithmonë bazohet në ata futbollistë që duhet e dhon apo janë të gatshëm për atë ndeshje, domon ndërsa të kjo pjesë sidomos te Drenica po ka probleme, ndoshta kjo pjesa menaxhimit të rezultateve, që në shfaq sidomos të ndeshjet e fundit, sepse potencoj edhe Gania edhe të tjerë. Trajner, a mund Drenica me mbijetu me Bylbyl Sokolin? Po kjo është një pyetje që nuk i takon. po nuk më takon. Mund Bylbyl Sokoli të mbjetoj Drenica. Jo me emna. Direkte. Emna, po. 5.000 euro pja merë mujt, po mirë që një... Se kjo është pyetje direkte dhe në fakt ata e kanë zgjedhë Bylbyl Sokolin, i din qëllimet e skuadrës, edhe natyrisht kjo mbetet shihet. Unë shpresoj që po mbetet shihet. Bojar, unë do të më lidh pak me Anitën. Unë e kam thonë... Ishta me ta bëni pyetje, pastaj dolim te Unë e kam Gjilani, bankoni Gjilani. Unë e kam dhënë parashikim fillim, edhe pak ka shumë më afër aty, mirë po te Drenica nuk po besoj që kum gabu. Kur e kam thonë ato, nuk jam bazu as te trajneri as te kurrë tjetër, por vetëm te organizimi edhe te ndrimi i lojtarëve që e kanë bë. Na e tham fillim këtu që kanë ndru shumë lojtar, edhe janë të shpenzuar shumë, i kanë rrogat e majme, po problemi o kush i ka pruar ata lojtar. Çfarë cilësie kanë ora ata lojtar, se ti mund mi dhon edhe 10 milionë euro. Po kur nuk bën cilësi ti e ke shumë probleme po. E thash pak në fillim të emisionit që trajneri ka pak investime te trepçat e të po kanë lojtar që po dëshmojnë veten edhe që kanë cilësi, edhe që po mrin lart në ligën e parë, janë lart në tabelë. E njëjta mund me ndodhet kundërta në Super League. Nëse s'ki organizim, nëse bën lojtar pa kontroll, nëse i eliminon gjysmën e lojtarëve që i ke pas ligën e parë që ju kanë bërë kryesor të ligës ose të kanë shtil Super League. Nëse veç e pam postimin e presidentit kalum që e ka thonë që e pas ka shkujt një status, aja ka shkujt për i dhimtës që e kosa, aja ka investu për me hy Drenica në Super League, edhe nuk e ka gëzu ato që ka pas me bo. Kretë qëto, në fund, ndikojnë të rezultati. Këto e kam për i përvojës, më kanë ndodhë mu të kalumen me shumë ekipe tjera. Në moment që u ndodhë ndryshimet mëdha, në moment që kanë marrë lojtarë shumë tepër, nuk kanë marrë cilësorë dhe kanë kufu, ju në rritë para kohës, nuk ka qysh me ndosë që ke problem. Nuk është nështë problemi krejt mrena fushës, sa ka shumë rëndësi organizimi jashtë fushës, organizimi klubit, prurja e lojtarëve, financat me kohë, e krejt këto bëhen bashkë, përgatitjet, kur kanë orë lojtarët, çka kanë bëhe, qysh ju largu lojtarë tjerët, atër nuk i qysh me pasë vetëm qëto rezultate që vinë tash.